Erdhi edhe një goditje për xhepin e qytetarëve, që nga fillimi i krizës në lindjen e mesme, çmimi i dizelit u rrit për 21 denar, kurse i benzinës për 12 denar. Rritja e çmimit të karburantëve po rrit presionin e çmimeve nëpër markete. Qytetarët po alarmojnë se nëpër markete paketimi prej 30 vezëve shitet mbi 300 denar, 1 litër vaj gatimi sërish shkon në mbi 100 denar, kurse shtrejtime vërehen edhe tek produktet e mishit. Këto shtrejtime vinë në periudhën kur buxhetet familjare përballen me presione të fuqishme. Për çdo familje, çdo hyrje nëpër markete do të thotë përballje me dilemën çfarë të blihet e çfarë të lehet për radhën tjetër. Problemi më i madh është se nuk rritet çmimi i produkteve të luksit, por të atyre që paraqesin bazë për ushqimin e përditshëm. A do ta paguaj populli çmimin e krizës së luftës? Me rritjen e çmimeve të derivateve të naftës, vendi është në prag të shokut të çmimeve, alarmojnë ekspertët. Edhe pse siç thonë, edhe çmimet momentale janë të larta. Pritet të shihet edhe nëse tregtarët do të kenë qasje korrekte që presioni i çmimit të naftës të mos transferohet në shportën konsumatore. Por qytetarët nuk e masin krizën me temë ekonomike, por me fuqinë e tyre blerëse. Për ata s'ka rëndësi nëse shtrejtimet janë të mëdha ose të vogla në letër, por nëse me të njëjtat para mund të mbushin shportën. Përgjigjja në të shpeshtën e rasteve është negative. Përpara ishin çmimet e realta, tash pak se janë rritur. Nëse se me standardin që është këtu te ne, çmimet janë shumë të larta tash. Mendoj se prap qeveria do të marrë masat që të ullë prap çmimet, se ato ndoshta kanë bërë apel për të ullur, ama prap tregtarët të rrinë në çmimin që është përpara. Valla shtrenjtë duken. Nuk e shtrenjtë. S'ka lirë kush janë, ke shtrenjtë, janë hala dhe hipin. Po, shefa se dhe hipin prap. Jene benzinin e në ato dhe hipin të prap. 100% zlato, hiç ne prashoj nikomu. 100% hiç mos pyet sa të shtrenjtohet benzina, si do ta sjell ai në shitore. Nafta shtrenjtohet, asgjë të mirë nuk presim. Çmimet të larta janë, rroga shumë e pakët, rrogën nuk e japin tamam, edhe çmimet janë të larta. Mendimi jem do të zvoglohen pak çmimet, se për popullatën është gjonash, se na arrin për momentin. Standardet janë shumë nalta, do pak tullën çmimet e pa marrë parasysh çfarë çmime. Nuk jena në Hollywood, në Amerikë që çaq të rritën çmimet, pak më asoj. Nëse trendi rritjes së çmimeve vazhdon edhe ditëve në vijim, sofrat e festave fetare mund të jenë ndër më të shtrenjtat në disa sezone të fundit. Derisa qytetarët shpresojnë se çmimet do të stabilizohen, realiteti nëpër markete tregon diçka tjetër. Produktet ushqimore shtrejtohen, kurse festat vijnë me ngarkesë gjithnjë më të madhe për buxhetin familjar.